me refuzimin e paraqitjes së kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Lubi Ballukut, de facto i jepet një goditje asgjësuese sistemit të drejtësisë në Shqipëri dhe Edi Rama merr të gjitha fuqitë nëpërmjet 83 mandateve të krimit. Ligji që ka paraqitur në parlament është në kundërshtimin më flagrant me kushtetutën. Pasojat e këtij ligji janë të jashtëzakonshme. Sot e tutje, shqiptarët ditë e natë do vidhen nga një grup që sillet ndaj tyre me pamëshirësi më të madhe, nga një grup individësh që sillet në armiqësi më të thellë ndaj qytetarëve. Këta po përdorin pushtetin një lloj si të ishin pushtuesit më të egër ndaj shqiptarëve. Ndaj dhe unë ftoj shqiptarët të thonë fjalën e tyre me guxim epik nesër në ora 6 në rrugë dhe sheshet e Tiranës. Vetëm qytetarët, vetëm guximi i tyre i hekur, vetëm vendosmëria e tyre do t'i vendos këtë organizatë kriminale me në krye Edi Ramën para ligjit dhe do të rikthej, do të mbrojë qytetarët shqiptarë, do mbrojë ata, pasuritë e tyre, do mbrojë të ardhmen e tyre nga një, çfarë ti thuash, nga një bandë armiqësore si këta. Nuk rrihet në parlament, ju i ndigjuat vetë. Ju, dhe t'ja u them një gjë ju, ta dini dhe ju gazetarë, se kur janë me të huajt këta, që vinë delegacionet nga anë e anës kundër këtyre ligje, këta e qepin gojnë, bënë si pula aty. Nuk thonë një fjalë, absolutisht, ja u them unë ju, as për Lubin, as se është këtu, është kurse këtu, shikoni çfarë bëjnë. Atyre bile u lanë me kuptue që do t'ja heqim imunitetin, do t'ja heqim po e kështu, po. Ndërsa brenda bëjnë roft heroina jonë, roft heroin e Edi Rama. Gjithë skenari i sheshit është misteri i kryengritjes paqësore.